Pas testimit të pajisjeve PEI, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve teston sot pajisjet e numërimit elektronik të votave. Do të lidhem tani me Ergjys Gjençajin për më tepër informacion. Ergjys, përshëndes, çfarë informacionesh përcjell? Nisita, përshëndetje. Si kundër thatë ju, pas testimit të pajisjeve PEI, pajisjet për identifikimin biometrik të zgjedhësve, të cilët do të vendosen në të gjitha qendrat e votimit në territorin e Shqipërisë më 11 maj, ditën e zgjedhjeve, sot Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të testoj pajisjet PEVN, ose të themi më saktë, pajisjet për votimin dhe numërimin elektronik të zgjedhësve më 11 maj. Pajisjet e votimit dhe numërimin elektronik do të vendosen në ato qendra votimit të njësisë numër 10 në Tiranë dhe të qendra votimit të Bashkisë Vorë. Nisa, kjo është një ndër pajisjet e votimit dhe numërimit elektronik, e cila do t'i nënshtrohet testimit pak më vonë. Në këtë pajisje, qytetari pasi të bëjë identifikimin biometrik dhe kartës së tij tek Komisioni Qendror të Votimit, do të vi pranë kësaj pajisje, do t'i hapet pajisja nga një operator i specializuar, operator përgjegjës për këtë pajisje, dhe këtu më pas do t'i shfaqet fleta e votimit. Zgjedhësi ka të drejtë, sikur ne kemi thënë, është e njëjta procedurë votimi si dhe me fletën fizike të votimit, pra do të votoj për subjektin politik, partinë politike ose koalicionin politike. Më pas do duhet të votoj, mund të votoj edhe për një ndër kandidatët, pra votën preferenciale, por gjithmonë tek i njëjti subjekt politik, parti ose koalicion. Nëse zgjedhësi voton vetëm për subjektin politik, fleta e votimit quhet e vlefshme. Nëse voton vetëm për një kandidat preferencial, fleta e votimit, pra vota e tij quhet e vlefshme edhe në rastin e votimit elektronik. Por nëse zgjedhësi është njësoj si në votimin fizik, nëse zgjedhësi voton për një parti, subjekt politik dhe për një kandidat tjetër të një subjekti tjetër politik, fleta e votimit është e pavlefshme. Pra, vetëm është votim elektronik, pra me një ekran me prekje, dhe jo një votimi klasik me fletën e votimit. Menjëherë pasi zgjedhësi të shpreh vullnetin e tij në fletën e votimit, pas pajisjes elektronike do të dalë menjëherë printuar edhe vota e tij dhe e printuar në një copës letre, e cila më pas mund të nënshtrohet edhe kontrollit nëse do të kemi raste të kontestimit të procesit zgjedhor, gjithmonë nëse do të kemi kontestime të tilla nga subjekte të ndryshme politike. Kjo është pajisja, pritet të bëhet dhe testimi, do të vendosen, si kundër thash, në të gjitha qendrat e votimit të njësisë 10 në Tiranë, Bashkinë Tiranë, edhe qendrat e votimit të Bashkisë Vorë, që në mos gaboj, në total janë rreth 74 qendra votimi, njësia 10 dhe Bashkia Vorë. Faleminderit shumë, Ergjys, për gjitha informacionet që përcolle. Faleminderit ju.